Unë kam kënaqësinë se këtu afër meje e kam zotin Muhamet Vusaj. Mirë se erdhe në emisionin Një kafe me Labin, mirë se erdha une në fshatin e juaj. Mirë se erdhe t'ju televisionin 21, mirë se erdhe t'ju Labi me qëtë shok. Ju përshëndesim përsëmërsisht dhe jemi shumë të kënaqur se emisioni juaj po del gjithmonë i suksesshëm dhe TV 21 po jep hapësirë jo qyteteve vetëm atyre, po edhe fshatrave, edhe vendbanive më të larta, po edhe vendbanive të mëdha, edhe njerëzve të ngritur dhe ditur, po edhe barinjve dhe të gjithëve, pavarësisht prej profesionit që kanë. Sot kemi folë me shumë prej banorëve, kemi folë për të mirat e këtij fshati, kemi folë për problemet e këtij fshati, kemi folë për një traditë, për një kulturë, për një zakon që është këtan. Kam mësuar shumë çka prej tyre. Por çka duhet të veçohet ndoshta për shkak se unë sot kam ecë edhe bjeshve të fshatit, edhe më ka lënë përshtypje një bukuri natyrore që e ka kriju vetë Zoti në këtë pjesë tona. Përgjithësi kisha dashur prej jush me ndi diçka të mirë edhe diçka që nuk është e mirë në fshatin e ju. Përgjithsisht e thatë edhe ju, Zoti e krijoi bukurinë dhe madhështinë e natyrës së këtij vendbanimi. Që në vrellë që në afër 500-600 familje, nuk kemi regjistrim sakt, është një fatbarësi se ekzistojnë pothuaj 9 përfaqësuese 9 fiseve me 20 e sa bashe, dhe se 30 vjet e sa nuk ka asnjë ngatresë, nuk ka asnjë të keqe. Dalin njerëzit pinë kafe, rrinë, bisedojnë, vajzat, djemt, studiojnë. Është një prej fshatrave që zë vendin e parë në komunë, të mos them edhe më larg, me numrin e studentëve. Dikur ndoshta student në vitet e 60-ta ke mujtë të numërojsh në gishtrinje. Po sot, po thuaj çdo shtëpi ka studentin e vet, ka studenten, kemi mjek, kemi inxhinier, kemi profesor, kemi intelektual, e s'kam pëlqen vrell, më pëlqen harmonia, më pëlqen mirëkuptimi, më pëlqen ai respekti i ndërsjell i njerëzve që i bën njëri tjetrit. S'ka nuk më pëlqen, po unë pak tradita, vdekja dhe dasma, që kishte karakterin e dikushëm, dasma që zgjasnin 3 ditë, të shtunin diellin dhe të hënën, të mos them edhe tejtën kur thirrëshin kryshit, e shkurtuar bashkë, dhe dasma që behej, një pikpamje, e ndarë me këngëtar, në një dhumë, me tupona, me sule, me mishnica, me instrumente të gjithra muzikore, pak sa ka nis edhe po humbet. Përgjithsisht vdekjet dikur kanë zgjatur shumë. Tash vdekjet zgjasin 30, zakonisht, e s'ka është e pamundshme që njeriu që zakonisht është në punë të mri edhe shkojnë në vështrime në kohën e dur për njerëz të dur. Bisedove edhe the që fakt është që përmende edhe përmendet edhe ju që Zoti ja ka kriju këtë bukuri kësaj ane. Por ne e dim domethënë që Zoti ka jepur një bukuri edhe vajzave kësaj ane. Të marr parasysh se vajza ju Agnesa Vusaj e di për sukseset e saj sa ka arrit. Janë gjitha vajzat qyshëm, edhe jo veç Agnesa, ata kanë vajzë, po edhe gjitha vajzat tjera ka një lloj bukurie këtu. Ani që bukuria i përket secilës dhe secilit. Po ndoshta ajri i bjeshkës, u i ftofti burimit, cilin besoj që e keni vizituar. Dhe ndoshta edhe kujdesi prindërve pak, pastërtia, po edhe ajo bukuria tjetër intelektuale përveç bukurisë fizike, që kanë një numër i vajzave tona, edhe Agnesa posaçërisht. Kanë se lexojnë, njohin botën. Janë një filozofinë miniaturë, të them, me leximet e veprave që bëjnë. Agnesa është fëmia më i vogël në familjen tonë, para se të më lindin nipat dhe mesat. Prej 5 fëmijëve që kam, 3 vajza dhe 2 djem, Agnesën e patë me të voglën. Ishte një vajzë e pastër, pak qapjene, sepse gjithë një merrin me vete. Nuk me të sherët më dha. Lakmonte të lexonte shumë, lakmonte të sillte shoqen në shtëpi. Dhe thënë drejtën, ishte një vajzë për lakmisën nga fëmijëria. Ndoshta bash emri që janë gjetë me emrin Agnes, bashkë me vajzën e madhe, u morën vesh edhe me shoqen, agoni nesër mja. Dhe nuk mendova fare se ndoshta një Agnes do të jetë e tillë nesër që
Djetë edhe misi Kosovës edhe misi Albanisë, edhe të përfaqësoj Kosovën e Shqipërinë, dhe njësisht në për sfilatat e modës këtu në Kinë e kudo tjetër. Po falë edhe juve 21-shit, që e respektuat gjithmonë, që e dhat hapësirë për herë të jetë musafire juja. Unë po ju falenderoj juve personalisht për ndihmën, sepse ju i keni qenë ndër të partë kur ju kom telefonu, kështu që unë jam kështu. Unë punoj në arsim që 44 vjet. Kom punuar mësues, arsimtar, profesor, këshilltar pedagogjik. Dhe tani prej këshilltarit pra profesor, arsimtar dhe jam kthyer në vendlinjen time, punoj mësues i ciklit ult dhe ndihem krenar që atyre fëmijëve t'u ashndroj abetare në enciklopedi në një të ardhme. Juve ju falenderoj shumë për ardhjen. Keni je keq pak, po jeni mahnit edhe me bukuritë e bjeshkës, edhe me bukuritë e burimit, edhe me këtë tradit pak, me siguri keni parë edhe një guri, se Vrella ka një histori, karakterit e vjetër, se të lashtë. Kemi një gurë 2.000-3.000 vjeçarë që është gjetur këtu, që nga koha luftrave ilire romake. kemi qenë, kemi vizitu. Kemi këtu një tradit trujtur të hershme, kemi ende folklorin e gjallë, kemi ende atë mikpritin dhe bujarin, dera shqiptare këtu, është e hapur gjithmonë, edhe për mikun, edhe për shtegtarin, edhe për ty lab, edhe për shokët, edhe për të tjerët. Mirë se vini në Vrellën tonë, në Vrellën bujare, Vrella që ditit i presë, banorët e 30 fshatrave në prag të luftës, kur Vrella u shpall edhe zonë e lirë në vitin 1999. Jeni të mirë së ardhur, plagët e luftës janë shëruar, gjithçka po frymon mirë e shqip. Na duhet edhe një post tamam tipike, nga se kemi qerdhen, kemi kopshin, kemi shkollën fillore, tash shkollën 9 klasë, shkollën mesme tull. Dikur ka qenë propozuar dhe ka qenë vendosur që Vrella të ketë edhe një shkollë mesme për shkak të natyrës së vendbanimit këtu, që është popullsia shumë e lendur. Mungojnë fabrikat, mungojnë gjëra tjera për punësim. Megjithatë, djemtë dhe vajzat këtu janë aq të mirë sa nuk ka lidhje, nuk ka ngatresa, nuk ka korruptime, nuk ka asgjë të keqe sa e përkatësisë dhe qëndrimeve të njerëzve, edhe pse pritet një të ardhme që përsëri çështja e punësimit dhe disa gjëra tjera të rregullohen ashtu siç dëshironi ju dhe siç dëshirojmë ne bashkë nga së këtu. Prap